Jeni shumë të kujdesshëm kur gjykoni dikë tjetër. Kur gjykoni mënyrën se si tjetri fiton para, si e menaxhon marrëdhëniet apo mënyrën si jeton, si ushqehet apo çfarë bën. Në momentin që gjykojmë dikë për diçka, Allahu bën që edhe ne të kalojmë nëpër të njëjtën rrugë, proces dhe dhimbje që po kalon ai person, jo për të na dënuar, por për të na mësuar empatinë, ta kuptojmë gjendjen e atij personi, të hyjmë në këpucët e atij personi dhe të kthehemi te mëshirat e përullësia dhe të largohemi nga mendje madhësia. Sepse askush prej nesh nuk është i përsosur. Secili ka mangësitë dhe gabimet e veta, prandaj nuk na takon neve të merremi me kritika dhe gjykime të tjerëve. Në vend të kësaj duhet të merremi me përmirësimin e vetvetes dhe të kërkojmë falje nga Allahu për të metat tona. Po të jap një shembull që ta kuptosh më mirë se çfarë ndodh me ne kur gjykojmë. Nëse unë për shembull gjykoj dikë pse është mbi peshë, unë mund të sprovohem edhe vetë me vështirësi në shëndet apo me trupin tim. Nëse gjykoj stilin e prindërimit të dikujt, se si ajo i rrit fëmijët e vet, i edukon, Allahu mund të më sprovoj edhe mua që fëmijët e mi të sillen keq. Megjithatë duhet ta kuptojmë se kjo nuk është një rregull hyjnor i drejt për çdo rast, por nga urtësia e Allahut është që ndonjëherë njeriu sprovohet me gjëra të ngjashme me ato që ka gjykuar, në mënyrë që të mësojë përullësi, durim dhe mëshirë ndaj të tjerëve dhe të pastrojë zemrën nga mendjemadhësia. Sipas neuroshkencës, kur flasim ose mendojmë keq për dikë, kur kritikojmë apo gjykojmë të tjerët, ne nuk po u bojmë atyre asgjë drejt për drejt, por e programojmë sistemin ton nervor me ato fjalë dhe mendime, sepse sistemi nervor nuk e din dallimin a ke gjykuar dikë tjetër apo ke gjykuar vetveten. Në momentin që ne mendojmë një gjë negative për dikë tjetër, është njëjtë si kur e kemi menduar për vetveten tonë. Sistemi ynë nervor e merr si të vërtetë dhe shfaqet te ne. Për këtë arsye ne mund të përjetojmë një gjendje emocionale dhe mendore të ngjashme me atë që kemi gjykuar te të tjerët. Mendimet negative për veten apo për të tjerët që përsëriten në mendje, në tru, aktivizojnë rrjetet të stresit në amigdal dhe rritjen e kortizolit. Gjykimi i vazhdueshëm qoftë për veten apo për të tjerët dhe urrëtia mund të rrisin ankthin, tensionin dhe perceptimin negativ. Truri formon modele, neuroplasticitet, dhe sa më shumë mendon në një mënyrë, aq më shumë forcohet ajo në mënyrën e reagimit. Dhe sipas neuroshkencës, gjithçka është pasqyrë. Gjykimi i vazhdueshëm për të tjerët është gjykim për veten. Urrëtia e të tjerëve është urrëtie për veten, vetëm që njerëzit nuk janë të vetëdijshëm se urrejnë veten dhe ose e gjykojnë vetveten, kështu që ata nuk duan të përballen me veten e tyre dhe të shohin të metat e veta, prandaj shohin të metat e dikujt tjetër dhe nisin të gjykojnë dhe të urrejnë. Dhe kështu truri formon modele, neuroplasticitet, dhe sa më shumë mendon në një mënyrë, aq më shumë forcohet ajo mënyrë e reagimit. E nëse është mënyrë e negative, ajo më shumë rritet. Çfarë do fokusohesh, më shumë rritet. Nëse mendon më shumë negativ, gjykon, urren, aq më shumë forcohet ajo mënyrë e reagimit. Shkenca nuk ka ekzistuar në formën e saj moderne para 1400 vitesh, por profeti Muhammed a.s. na solli udhëzimin nga Allahu përmes shpalljes së Xhibrilit, i cili na mëson për këtë gjë, për sjelljen, për moralin dhe pastërtinë e zemrës, dhe na paralajmëron qartë në Kur'an: o ju që besuat, shmanguni shumë nga dyshimet, sepse disa dyshime janë mëkat, dhe mos gjykoni e as mos përgojoni njëri tjetrin. Te surja El Hujurat 49:12. I dërguari Allahut a.s. ka thënë: kush e mbulon të metën e një muslimani, Allahu do ta mbulojë atë në këtë botë dhe në botën tjetër. Po ashtu ai na mëson për dëmshmërinë dhe mosgjykimin. Mëshironi ata që janë në tokë, që t'ju mëshiroj ai që është në qiell. Prandaj sa herë që shohim diçka të gabuar apo negative, ndalo për një moment dhe përpiqu të shndrosh duke parë anën e mirë të personit. Nëse nuk të pëlqen ajo që bën një person, nëse mendon se është në rrugën e gabuar, nuk i edukon mirë fëmijët apo nuk kujdeset për shëndetin, atëherë në vend që ta gjykosh, lutu për të që Allahu ta udhëzojë dhe ta përmirësojë gjendjen e tyre.
Sepse i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë njeriu mund të thotë një fjalë pa i kushtuar rëndësi, por për shkak të saj të bie në zjarr më larg se distanca mes lindjes dhe perëndimit. Kështu që duke i parë të tjerët me sy të mirë në vend të syrit të keq, ti pastron zemrën tënde dhe afrohesh më shumë me kënaqësinë e Allahut dhe hap rrugë për bereqet dhe mirësi në jetën tënde. Shpresoj që kjo video ishte e dobishme për ty. Nëse të pëlqeu, më trego mendimin tënd në komente dhe mos hezito ta ndash me të tjerët. Faleminderit që ishe këtu me mua. Deri herën tjetër, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Asalamu alaikum.